Mas kaq mbrëmjes të bukur të nusës Agnes, të vajzës së shkurtës, çu jeni nis sot? E kemi shiju deri në maksimum, një dosëm me mrekullueshme edhe shumë fantastike. Jemi kënaq. Çka i thoni nusës e dhëndrit për sot? Të kultivojnë dashuri për jetën e tyre deri në fund, pa fund. Sepse vetëm kështu do ta realizojnë një dashuri të përjetshme mes tyre, të bukur dhe jeta pastaj do të jetë shumë e bukur. Po dashnia juve që s'u harxhu kurrë, apo na ka zoni pa. Çuni zemër dje dhe i kom tonoj zemra të bjen mena i herë për mu. Om ta çdo sekondë i thash ta ung shaloçkën edhe zemrën. Çu keni sezonën për këtë vit? Mirë, shumë mirë. Ta fillojmë që me 28 qershor dhe pastaj ecim. Po kush ta bën nusën kaq të bukur, si çdo herë? Po për bukurinë e saj është për kujdes vetë Zoti, po për kultivimin e bukurisë së saj, për kujdeset Naimi. Po për të lajme që i kena një që diçka me 7 zani, diçka janë të vërteta ajo? 7 zone nuk janë. Asune jo. Për një 7 zani nuk kemi asnjë lajm, kështu që kur të ketë lajm, do ta bëjmë publike me kënaqësinë më të madhe. Unë ju uroj veç fat në jetë edhe çdo ditë keni mujt mjaltit ju besoj kështu që s'piu thama pet. Mujt mjaltit ja kemi bo vetës gati çdo ditë. Gjithë jetën. Gjithë jetën. Është e vërtetë. Po me dhurata ç'shi ka punë? Me dhurata ndonjëherë jemi të kujdesshëm, kjo ona e kënaqshme, kurse Miria është shumë e kujdesshme gjithë. Miria, blen dhurata veç kur i dhnohesh te po si gjithë. E ma e bukur është që unë nuk di mu i dhnu, edhe nuk i dhnona. Kështu që nuk ka vend dhurata në vend të idhnimit, po vetëm në i moment të bukur kur kemi po marrë dhurat për i Naimit, po kur marrë në i dhurat e marrë në i kërë, në i dyqysh do dhuratat më dhoja. Do me thonë nuk ban dhurat, veç kur e ban, e kollë. Ju faleminderit shumë edhe ju du shumë, qa mi Je shumë e mirë, je shumë e mirë, shumë pozitive.